Tani ndoshta po ta analizojmë ritmin e betejës, nga data e fillimit deri në përfundimin, data nga 9 prilli deri më 11 kanë qenë kryesisht forcat kufitare të mbështetura me disa njësi të brigadës 125 serbëve të motorizuar, domethënë. Prej datës 11 deri me datën 19, përforcimet që kanë ardhur kanë qenë të brigadës 125. Me datën 19, atër ka fillu një tentim për të rikthyer pozicionet, por kanë pru njësit ma elite që kanë pas. Brigadën 72 speciale, gjatë të tretë parashutistëve, mercenar, ka pas kanë përdor tankë se që është jashtë çdo logjike që tanku të ngjitet në koshare, jashtë çdo logjike ushtarake, helme kimike, e çka nuk kanë përdor. Por fal moralit të luftarëve, fal një betimit, sepse me betimit dytë mund ta quaj, sepse ushtarët me datën 11 në vijën e parë të frontit bie heroja Agim Ramadani, me 19 Saliçeku, edhe ushtarët ishin betum se aty ku der gjaku i Agim Ramadanit, i Saliçekut, ma këmba ermikut mos të shkel. Edhe kish pas mundësi të rikthejnë ato pozicione vetëm nëse na kishin vrarë të gjithëve. Por ka qenë ngulitne ajo ideja e Agimit kur thoshte si në luftë mund të vritemi, por dhe nëse një ushtar mbetet e ka për detyrë në fshatin e parë ta formon njësinë e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të vazhdon luftën deri në çlimin përfundimtar. Kjo tregon atë motivin, moralin e luftarëve. Pastaj është një element që nuk është thonë deri më sot. Për shembull, takimi me të plagosurit, që ka pas plagosur që kanë qenë edhe lehtë, po edhe ka pas që kanë qenë rënd plagosur që se kemë menduar që do të përjetojnë plagë. Fjalia e fundit e tyre kur u përshëndet komandant vetëm përpara, nuk bën më tërheq, fitoria është e jona, jemi në luftë, lufta jona është e drejtë, kanë ardhur prej Serbisë, në malet tona, në livadhet tona me luftu, edhe kemi fitu, do të thonë krejt i kishtë humbura gjymtyrët, edhe çfarë motivit, çfarë moralit e kishin për luftë.